Babai është një figurë e rëndësishme në jetën e çdo fëmie, një simbol i forcës, përkushtimit dhe sakrificës së pakushtëzuar. Rëndësia e tij qëndron jo vetëm në mbështetjen financiare, por edhe në mësimet jetësore dhe përkushtimin e tij ndaj mirëqenies dhe edukimit të fëmijëve. Sakrifica e babait shpesh nënkupton përballjen me sfida dhe vështirësi të panumërta për të siguruar që fëmijët e tij të kenë mundësi më të mira. Qoftë puna e palodhur për të siguruar të ardhura, netët pa gjumë duke menduar për të ardhmen e familjes, apo sakrifikimi i dëshirave personale, babai shpesh vendos nevojat e fëmijëve përpara gjithçkaje. Ai është një shembull i disiplinës, i vendosmërisë dhe i durimit. Puna e babait jo gjithmonë e lehtë, shpesh shoqërohet me lodhje dhe sfida të përditshme. Megjithatë, ai vazhdon në përkushtim duke u siguruar që çdo mund të përdoret për të ofruar mundësi më të mira për fëmijët e tij. Shkollimi dhe arsimimi i fëmijëve është një nga përgjegjësitë më të mëdha që ai merr përsipër. Edhe kur vet ai mund të mos ketë pasur mundësitë e duhura për shkollim, ai bën gjithçka që fëmijët e tij të mos hasin të njëjtat pengesa. Ai investon jo vetëm financiarisht, por edhe emocionalisht në arsimimin e tyre, duke i udhëzuar dhe frymëzuar ata që të ndjekin ëndrat e tyre. Kontributi i babait për fëmijët nuk matet vetëm me para, por me dashuri, këshilla dhe mbështetje të vazhdueshme. Ai përgatit fëmijët për sfidat e jetës, u mëson vlerën e punës së ndershme dhe të përkushtimit. Babai është një udhëheqës, një model për të ndjekur dhe një burim i pashtershëm mbështetjeje që i fuqizon fëmijët të përballen me botën me besim dhe qëndrueshmëri. Në thelb, roli i babait është një testament të dashurisë dhe sakrificës së vazhdueshme. Një dhuratë që nuk ka çmim dhe që fëmijët e tij të mbartin me vete për gjatë gjithë jetës.